Kryeministri Edi Rama ka mbledhur në Pallatin e Brigadave grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe ministrat e kabinetit. Gjatë mbledhjes së zgjeruar kanë raportuar për procesin e integrimit evropian. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha dhe kryenegociatorja Majlinda Duka. Do të lidhen përsëri me Ergyst Gjençajn për më tepër informacione. Ergyst, përshëndes, në një tjetër raportim së bashkut lutem informacionet që ke. Nisita duket se jemi drejt përfundimit të mbledhjes së zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, drejtuar nga kryeministri, njëherë kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Në këtë mbledhje marrin pjesë dhe të gjithë anëtarët e kabinetit të qeverisë. Kjo mbledhje e zgjeruar e grupit parlamentar të Partisë Socialiste është fokusuar tek procesi i integrimit evropian të vendit. Në këto momente që komunikojmë mësohet se është duke mbajtur fjalën e tij kreu i qeverisë Edi Rama. Dhe nëse do të referohemi agjendës së punës së mbledhjes së sotme, fjala e Ramës do të jepte fund dhe kësaj mbledhje të zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Integrimi evropian, sekondër thash, ishte kryefjala e kësaj mbledhje të grupit parlamentar. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha ka raportuar për sa i përket procesit politik, të themi, të procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Nga sa mësohet, ai është shprehur optimist për sa i përket miratimit brenda muajit maj të raportit të IBAR, pra pikat e ndërmjetme për sa i përket procesit të integrimit evropian, i cili raport menjëherë pas përfundimit, pas miratimit të tij në Bruksel, do t'i hapë rrugë edhe nisi së mbylljes së disa prej kapitujve negociues të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, ndërkohë që pas ministrit Hoxha ka raportuar kryenegociatorja, ministrja e shtetit, kryenegociatorja Majlinda Duka, për sa i përket procesit teknik të integrimit evropian të vendit. Mësohet se zonja Duka është shprehur se së shpejti pritet të mbrijnë në kuvend një paketë prej 8 paketa projektligjesh, të cilat kanë të bëjnë me parafrimin e legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Ka pasur dhe një pjesë të parë të kësaj mbledhje të zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, e cila kishte të bënte me raportimet nga drejtuesit politik të qarqeve të Partisë Socialiste për sa i përket gjithë atyre takime që ato kanë zhvilluar në funksion të turit punët për Shqipërinë. Në këtë mbledhje nuk kanë qenë 3 drejtues politik qarqesh: Niko Peleshi i qarkut të Korçës, Bedi Çuçi i qarkut të Vlorës dhe Erion Malaj i qarkut të Kukësit, pasi ata sot herët në mëngjes janë nisur drejt Irlandës si pjesë e një delegacioni të parlamentit shqiptar për një vizitë pune. Këto janë deri tani informacionet nisida, pasi kujtojmë se kjo mbledhje e zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste është zhvilluar me dyert të mbyllura. Faleminderit Ergyst për informacionet e radhës. Faleminderit ju.